Përshëndetje të nderuar miq, jam këtu pranë jush për të ndarë tashmë historinë e radhës. Këtë herë do të ndalojmë në qytetin e Pukës, një rrëfim shumë i dhimbshëm dhe shumë i ndjerë nga një djalë i ri, i cili është i ri në moshë, por në jetë ka kaluar shumë gjëra. Jeta e ka goditur tepër. Më shumë se sa operacioni, e goditi dashuria që ja theu shpirtin. Unë jam Bani, nga qyteti i vogël dhe i thjesht i Pukës. Jeta s'më ka falur asgjë të lehtë. Kam kaluar shumë stuhi që më kanë lënduar dhe lëkundur shpirtin, por më kanë forcuar dhe më shumë për të qëndruar në këmbë. Sot po jetoj në Gjermani, mes skeleve të ndërtimit dhe netëve të ftohta që më përplasin kujtimet në fytyrë si një erë e egër. Kjo është historia ime, e dhimbshme por reale. Nuk është prallë, është thjesht jeta ime e zhveshur nga çdo zbukurim. Pak vite më parë, gjendja ime shëndetësore ishte kritike. Një operacion në qafë më rvuri përballë vdekjes, por Zoti deshi të qëndroj ende. Sa po u rikuperova, unë erdha si një bekim tjetër në jetë. U ringjalla për së dyti herë. Në atë kohë mund të mendoja se më pas jeta do më jepte një shans tjetër, por njëkohësisht do më rëmbente gjithçka. Kur erdha në Gjermani për të punuar në ndërtim, fillimisht isha thjesht një tjetër emigrant, me ëndra në xhep dhe dhimbje në shpinë. Ditët ishin të lodhshme, të ftohta e vetmia më bënte shoqëri më shumë se kushdo. Derisa e njoha Kleradën, një vajzë nga Tropoja, që më ngjalli sërish ndjenja që i besoja të vdekura. Një vit plot ndjenja, një vit pas një ditë të zakonshme. Ne flisnim çdo ditë, çdo natë, si të ishim frymëmarrje e njëri tjetrit. Nuk ishte një dashuri e lehtë, ishte një zjarr që s'mund ta fikje me asnjë shi. Ajo ishte gjithçka për mua. Më shihte përtej trupit të lodhur, e syve të mplakur nga puna, e unë e shihja si dritën që më mungonte. Dhe si çdo dashuri e fortë, dhe kjo pati një goditje të papritur. Një ditë isha në punë kur më ra telefoni. Nuk ishte Klerada. Ishte babai i saj. Ja kishte marrë telefonin dhe më thoshte fjalë që s'dua t'i kujtoj. Mu kthye stomaku përmbys. Nuk fola shumë, vetëm heshta dhe ndjeva gjithë botën mbi krahëror. Pas disa ditësh, më shkruajti vetë Klerada. Fjalët e saj më dridhen zemrën. Ty të du. Veç tije në këtë jetë, temen. Zemra më rau fort. Si për herë të parë, unë ndjeva i gjallë, por ajo që pasoi nuk ishte jetë, por ishte ferë. I thash, o ty do të marr, o jap fund vetes. Dhe nuk ishte fjalë në erë, ishte vendim, ishte betim, ishte përplasja e një shpirti që nuk përballonte më humbjen. Tentova të mbyll gjithçka, dhimbjen, dashurinë, jetën. Tentova të vdes që të mos më dhimbte më shpirti, por një shok i imi në punë më pa dhe më shpëtoi. Më ndaloi në sekondat e fundit dhe më nxori nga kufiri mes jetës edhe vdekjes. Qatë ditë, çdo mëngjes është betejë, çdo natë është një mbyllje sysh, me dhëmbje në shpirt. Unë e dua ende, e pres edhe pse nuk e di nëse ajo më mendon më. Shpesh më duket si kur jam thjesht një hije që endet me skeleve të ndërtimit dhe kujtimeve që më djegin si prush. Nuk e di nëse ajo do të më dëgjojë ndonjëherë këtë rrëfim, por e shkruaj me shpresën se ndoshta një ditë ajo do ta di sa shumë e kam dashur. Nuk ishte një histori e thjeshtë, ishte dashuri e pastër, e dhimbshme, e sinqertë, e pafat. Në këtë jetë ndoshta nuk do t'jemi bashkë,
por ajo do t'jetë gjithmonë ajo pjesa ime që nuk vdes kur. Unë jam Bani, një burr që punon në ndërtim në Gjermani, por që brenda ka një zemër të rënuar nga mungesa dhe një shpirt që ende pas një dashurie të humbur. Por jeta nuk më ndalon së kujtuari sa shumë kam humbur. Çdo natë kam mbyllur syt. Më del fytyra e saj, e qeshur, e sinqert, me zërin që më jep të jetë. Më duket sikur çdo gjë që ndodhi ishte një ëndër që më lan ta prek për pak, e pastaj ma morën nga duart pa më dhënë shpjegim. Më mungon zëri i saj, fjala zemër që e thoshte ndryshe nga kushdo tjetër. E ndjej boshllëkun në çdo frymarrje. Shpesh e pyes veten çfarë mund t'i kisha bërë ndryshe. A duhej të luftoja më shumë për të, apo ishte thjesht fati ai që vendosi të na ndaj? Më duket sikur një pjesë e imja ka vdekur atë ditë që ajo më tha ato fjalë të fundit. Nuk ka ditë që nuk e lusë Zotin të ma kthej, qoftë edhe për një përqafim, për një mbrëmje ku t'i them sa shumë më ka marrë malli, por jetoj me mallin si një plagë që nuk shërohet. Punoj çdo ditë me dhimbje në shpinë dhe me bare në zemër. Në dukje jam një burr i zakonshëm, por brenda jam një njeri që po shuhet ngadalë. Shokët e punës nuk e dinë se sa shumë e dua atë vajzë. Askush nuk e di se sa herë kam qarë në heshtje kur më ka rënë telefoni dhe nuk ka qenë ajo. Jeta ime tani është thjesht rutinë, punë, shtëpi, kujtime dhe dhimbje, e gjithë kjo nga që zemra ime nuk është më e imja. Dhe nëse ajo po e dëgjon tani, dua ta di, nuk ka kaluar asnjë ditë që nuk të kam menduar. Ti je arsyeja pse jetoj në gjysmën time, pse kam frikë të dashuroj sërish. Nuk kam më zemër për të dhënë, sepse ajo është ende e jotja, aty ku e le, në mua. Edhe nëse s'të shoh më kur, unë do të dua deri në frymën time të fundit, sepse kur dashuron vërtet, edhe kur humbet, nuk të ik kur ndjenja thjesht mbetet aty e përjetshme. Nga Bani për dashurinë e jetës së tij, vajzën të cilën e do me shpirt, Kleradën. Bani këtë fjalë ja kushton Kleradës. Unë uroj që Klerada ta dëgjon këtë rëfimin edhe ndoshta të shikon një reflektim në veten e saj për t'ju kthyer dashurisë së vjetër.